Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetasin me inicialet PM 60 vjeç, banues në fshatin Rjoll, si dhe shpallën në kërkim shtetasit me inicialet LK 40 vjeç, banues në fshatin Torovic, MK 33 vjeç, banues në fshatin Malecaj, DSH 20 vjeç, banues në fshatin Komsiqe, AM 30 vjeç, banues në fshatin Rjoll dhe NK 35 vjeç, banues në fshatin Malecaj. Këta shtetas dyshohen se dje në fshatin Rjoll kanë goditur shtetasin me inicialet LA 22 vjeç, banues në Tropoj, punonjës i firmës që po punonte dhe kanë kanusur për shkak të detyrës, shtetasen me inicialet VC 30 vjeçe, banuese në qytetin Koprik, punonjëse e policie Komisariatit të Policisë Shkodër, si dhe në bashkëpunim me persona të tjerë, kanë nxitur akte dhune, duke dëmtuar disa mjete pune, eskavator forestral të firmës, duke u thyer xhamat. Policia e shtetit ka nxjerrë kërkim, ka shpallë në kërkim disa prej banorëve tonë me akuzën që kena sulmu punëtorët e Gener dyshit dhe një punonjës të policisë shtetit. Kjo nuk është as pak e vërtet dhe ata që janë sulmu jena na. Familjarët tonë kanë kanë djetë të vramë, të marrën për dhunë nga policia dhe kanë kanë me fraktura. Ata dojnë me na qunë policisë, me na trem për mos me mbrojt tokën tonë. Ndërkohë, lidhur me komunikatën e policisë së Shkodrës, kanë reaguar banorët e Rjollit, të cilët e kanë cilësuar të padrejtë shpalljen në kërkim.